Të nderuar antar të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, të nderuar miq dhe partnerë ndërkombëtar që na keni nderuar me prezencën tuaj, të nderuar të ftuar dhe kontribuar ndër vitet të Partisë Demokratike, të nderuar kryetar të partive tona aleate, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, unë, Erisa Bajaziti, kam nderin dhe privilegjin që si grua dhe përfaqësuese e diasporës të deklaroj në emër të kryetarit të Partisë Demokratike të hapura punimet e Kuvendit Kombëtar. Ky kuvend vjen në një moment të rëndësishëm për Partinë Demokratike, por mbi të gjitha për Shqipërinë. Kur në historinë 36 vjeçare të demokracisë në vend, Shqipëria nuk ka patur kaq shumë nevojë për Partinë Demokratike, kaq shumë nevojë për njerëz të lirë, kaq shumë nevojë për secilin prej jush. Vendi ndodhet në udhkryq prej kohësh, pa zgjedhje të lira, pa institucione të forta, me krimin e organizuar që ka dëpërtuar në institucione dhe në ekonomi, me korrupsion të shtrirë në çdo qelisë. Dhe për këtë ka një përgjegjës, që është Edi Rama. Por lajmi i mirë që dua të përcjell nga ky kuvend për çdo qytetar shqiptar është që ka edhe një shpresë për zgjidhje, që është Partia Demokratike e Shqipërisë. Le të shërbej ky kuvend si piknisje i një transformimi të thellë të Partisë Demokratike, që do të na çojë të gjithë bashkë, krah për krah me çdo shqiptar, në transformimin europian të Shqipërisë. Prandaj, sot është momenti që nga ky kuvend t'i bëj thirrje çdo intelektuali që e do Shqipërinë të zhvilluar, le të bëhemi të gjithë bashkë për Shqipërinë. I bëj thirrje çdo gruaje dhe vajze që dëshiron të ndërtojë një familje të fortë dhe në mirëqenie në Shqipëri. Le të bëhemi të gjithë bashkë për Shqipërinë. I bëj thirrje çdo të riu dhe të reje që dëshiron të studiojë, të punojë në vendin e vet. Le të bëhemi të gjithë bashkë për Shqipërinë. I bëj thirrje çdo bashkë qytetari që si unë jeton jashtë vendit, por mendjen dhe zemrën e kanë çdo ditë në adheon e tyre. Le të bëhemi të gjithë bashkë për Shqipërinë. Të nisim sot, të gjithë bashkë, projektin e ripërtëritjes së Partisë Demokratike, transformimit të saj, duke deklaruar një zëri se Partia Demokratike mbetet e hapur për çdo zë, për çdo ide, për çdo kontribut. Të nderuar delegat, ky kuvend kombëtar është thirrur nga kryesia e Partisë Demokratike me një rendite që synon ripërtëritjen dhe forcimin e Partisë Demokratike. Me vendim të kryesisë së Partisë Demokratike të Shqipërisë, kuvendit kombëtar i propozohet për miratim ky rendite. 1. Miratimi i ndryshimeve në statutin e Partisë Demokratike të Shqipërisë. 2. Ratifikimi i vendimit të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë të datës 5 mars 2024 për bashkimin e partisë. 3. Ratifikimin e rezolutës së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë për qëndrimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit 2025. 4. Miratimi i platformës për përfaqësimin politik të diasporës. 5. Miratimi i platformës për digitalizimin e partisë. 6. Zgjedhja e antarëve të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë për një mandat
4 vjeçar. Kush është dakord me këtë propozim? Pro? Kundër? Abstenim? Miratohet. Në mbështetje të nenit 42.2 të statutit të Partisë Demokratike të Shqipërisë, me propozim të kryetarit të partisë, Kuvendit Kombëtar i propozohet miratimi i këtyre organeve të punimit të Kuvendit. Komisioni i drejtimit të punimeve të Kuvendit propozohet të ketë këtë përbërje: Ivi Kaso, kryetar; Floriana Garo, antare; Bardh Spahia, antar; Nada Meçorapaj, antare; Eliona Shkreli, antare. Kush është dakord me këtë propozim? Pro? Kundër? Abstenim? Miratohet. Komisioni i verifikimit të mandateve dhe kuorumit propozohet të ketë këtë përbërje: Marash Logu, Adriana Kalaja, Ledjo Nuraj. Kush është dakord me këtë propozim? Pro? Kundër? Abstenim? Miratohet. Komisioni i përgjegjës për votimet dhe zgjedhjet: Gazmend Bardhi, kryetar; Eda Grinçi, antare; Eno Bozdo, antar. Kush është dakord me këtë propozim? Pro? Kundër? Abstenim? Miratohet. Ftohen antarët e organeve të Kuvendit të zënë vendet e tyre dhe Komisioni i verifikimit të mandateve dhe kuorumit të nisë menjëherë punën verifikuese. Një duar trokitje po, do në t'monta. Faleminderit dhe suksese në punën tuaj. Të nderuar delegatë, partneriteti i Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian përbën themelin e palëkundur të kësaj partie. Sot kemi nderin që të na nderojnë me prezencën e tyre shumë miq ndërkombëtar të Partisë Demokratike, si dhe këtë kuvend e kanë përshëndetur me video mesazhe organizatat dhe partitë tona si motra. Zonja dhe zotrinj, ndër vendet mike të Shqipërisë dhe integrimit të saj europian është edhe Kroacia. Është nder për ne sot që përmes një video mesazhi Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë e përshëndet kryeministri i Kroacisë, zoti Andrej Plenković, një mik i çmuar i Shqipërisë, i Partisë Demokratike dhe i kryetarit zotit Sali Berisha. Të ndjekim përshëndetjen e kryeministrit Plenković.